Kjo task force është me qëllime dhe thirrje ndërkombëtare, por realisht është e mirë që është kriju dhe besoj që kjo të bën që të afrohen edhe popullata e nacionalitetit serb që jetojnë në Republikën e Kosovës dhe është mirë po ashtu vetë qytetarët serb të nacionalitetit serb që jetojnë në Republikën e Kosovës të bashkangjiten institucionet të Republikës së Kosovës, të respektojnë ato, sepse të gjithë jemi së bashku për të hyrë në një proces që të bashkëpunojnë, të jetojnë së bashku dhe të zhvillojnë në diçka që ne do duhej të bëjmë shumë më përpara për gjeneratat tona të cilat janë momentalisht, po dhe për gjeneratat e tjera të cilat vinë të kemi një bashkëpunim ndër-institucional, ndër-qytetar dhe të krijojmë një bërthame cila do ndryshon gjendjen në pjesën veriore dhe jo me ato propagandat të cilat i bën shteti i Republikës së Serbisë, me gjithë organet e sigurisë që unë i quaj çdo herë kriminale, për shkak se ato dhe sot morën një definicion tjetër, ku Aleksandar Vulin u spërfaq dul publik që është pjesë e shërbimit sekret rus. Po, e keni fjalën për këtë pozitën që mori në këtë zyrën që udhëheq shefi i shërbimit inteligjent të Rusisë në Beograd, apo jo? Po. Gjithsesi për atë e kam fjalën për shkak se ajo dihet se çfarë shërben dhe për çfarë është kriju dhe qytetarët serb të nacionalitetit serb të Republikës së Kosovës që jetojnë mendoj që nuk do duhej në asnjë formë të bashkangjiten sistemeve kriminale, siç janë në këtë rast edhe Aleksandar Vulin me Radojqićin e të gjithë të tjerë, por të ndëgjojnë dhe të mendojnë për vetveten e tyre, për fëmijët e tyre, për jetesën e tyre, sepse është më rëndësi se gjithçka tjetër është më rëndësi që fëmijët e tyre të rriten në paqe dhe fëmijët tonë të rriten në paqe, të krijojnë një mirëbesim, të zhvillojnë çështjet sociale dhe ekonomike dhe qofshin ato edhe të sigurisë, për shkak se vetëm duke bashkëpunuar në një formë përbashkët, atëherë mund të arrijmë qëllimin që duhej të ishte krijuar shumë më përpara, por realisht duhet të folëm tani më Policia e Republikës së Kosovës më në krye zotëri Veter Nelçonin në pjesën veriore ka kriju një mirëbesim të qytetarët serb, në nacionalitetit serb që jetojnë në Kosovë, por ne duhet dhe institucionet e Republikës së Kosovës në përgjithësi që të jepet mundësia dhe atyre qytetarëve të zhvillojnë në mënyrë demokratike, siç janë duke zhvilluar realisht, por kemi disa pengesa, duhet të shohim realitetin, kemi pengesa politike të cilat ne i shohim çdo ditë që krijojnë nga sistemi i sigurisë. Zotri Bakolli, faleminderit shumë sepse jemi krejt në fund. Faleminderit shumë që ishit pjesë e fajfit në këtë linjë direkte.